Pas fitores në miqësorën e Laçit, Vllaznia ka fituar një tjetër miqësore, këtë herë ku çiblutën poshtë me rezultatin 4-0 ekipin e Burrelit, fal dopjetës së Muratej dhe goleve të Zohole dhe Tafilit. Pas sfidës zëvendës trajneri i Vllaznisë Ergi Boshi tha se rezultati nuk ka rëndësi, por ana fizike e lojtarëve, ndërkohë trajneri i Burrelit Samuel Nikaj theksoi se Vllaznia është më e dobët së vjet dhe do ketë më të vështirë këtë vit për titullin kampion. E theksova edhe para 2 ditëve që rezultati pak rëndësi ka. Rëndësi ka më tepër ana fizike. Sot morëm sinjale pozitive pothuajse për gjithë pjesëve të lojtarëve. Nga ana fizike flas gjithmonë, sepse ajo është ajo që na intereson për momentin. Dhe aty ku e kishim theksin më shumë edhe gjatë javës që kena punu fizikisht, ashtu aty edhe sot i morme këto sinjale mbrapsht dhe ishin të mira përposa rezultatit e theksoj prapë. Vllaznia pret akoma edhe 2-3 përforcime, besoj që deri nga java tjetër ekipi do të jetë i kompletuar, jo 100%, po besoj që 99% do të jetë i kompletuar. Në fund do të ketë vend edhe për një goditje tjetër, besoj në raportin e sulmit, por për objektivet jena pak herët me fol, besoj që me kalimin e kohëve edhe objektivat i kena më të qarta gjithë. Në fakt, ne jena në fazën më të keqe, sepse vetëm 2 javë të vitje, edhe normalisht shumë lojtarë në provë, lojtarë që nuk i kanë ato proceset të vitore të bë me kret prej fillimit që kena fillu, por ne jena në proces konsolidimit sepse kena ndrru pothuajse 70% skuadrës vitshme. Megjithatë bëm një ndeshje të mërkurën me Tërbunin, ku realisht me të zhgënjym, kurse sot pash disa gjëra pozitive, nuk jam krejt i zhgënjym, pavarësisht rezultatit, se Vllaznia vjen prej Europës e është skuadrës të vitune me kualitete. Pash disa individ lojtar, cilët besoj që kanë me u shpreh mirë në vazhdim të kampionatit. Unë mendoj që është pak më dobë se vjet ka pas më tepër kualitete edhe është kanë shumë afër ëndrës, ndoshta mund ta quaj edhe kampione se përdesë kampionati rregull marrim vend parë, por formula na bani që ta humbim titullin, shijen e titullit, cilën ka kohë që nuk e kena shiju, edhe këtë vit mendoj që e kena me ta pas edhe më të vështirë, kurse morëm vjet si vjet me kontingjentin e lojtarëve që ka, është pak e vështirë. Mendoj që ndoshta me 3-4 blime tjera me lojtarë cilësor mund të bëhet për pretendent, sepse ka ende kohë, po e shoh pak larg me Dinamon e Megnatin. Tashmë Vllaznia pritet të zhvillojë një fazë përjetore në Puk në prag të startit të sezonit të ri futbollistik.